on this day. Më 27 mars të vitit 1986 lindi Andon Zako Çajupi, adetar, poet, shkrimtar, dramaturg e përkthyes. Më 27 mars 1931 lindi Pjetër Gaci, kompozitor, pedagog i muzikës. 27 mars 1963 lindi Quentin Tarantino, drejtori i provokativ i filmave fiction apo thriller në Hollywood si Bill Kill apo Django Unchained. 27 mars 1970 lindi Mariah Carey, ylli i popit mbush sot 55 vjeçe. Ajo fitoi famë me këngë hite si Vision of Love, Touch My Body dhe Shake It Off. 29 mars 1971 është ditëlindja e aktorit të ABC, Nathan Fillion. 4 vite më pas, më 27 mars 1975 lindi Fergie, këngëtarja e Black Eyed Peas, lançoi singullin bashkë me bandin Where Is the Love. 27 mars 1988 lindi këngëtarja, aktoria dhe kërcimtarja Jessie J, sot mbush 36 vjeçe. 1988, në të njëjtën ditë dhe vit lindi aktoria Brenda Song, që njohu famë me interpretimin tek seriali The Sweet Life of Zack and Cody. 27 mars 1986 është ditëlindja e Manuel Neuer, futbollisti fitoi Kupën e Botës me Gjermaninë në 2014. 1991, producenti muzikor London On The Track, sot mbush 34 vjeç, mori famë pas bashkëpunimit me raperin Tyga. 27 mars 1995 është ditëlindja e Monica Geuze, DJ e njohur holandeze.